se edhe unë kam bërë testin e armokromis, pra nuk është hera parë që kam dëgjuar, dhe kur më thanë ngjyrat e paletës time, pra në tonalitetet e lëkurës time, e flokëve të mia, ishte shumë e vështirë. Jo, nuk janë këto që po më thua ti, janë këto që unë veç çdo vite, kupton se unë jam stilist dhe kuptoj. Jo, pra, akoma dhe unë kisha shumë të vështirë ta pranoja që nuk përkaste ngjyrat e ndezura, përkaste ngjyrat e errta në stinës së dimrit. Pra, ama e mbajta, për mua ishte një edukim, sepse unë kam mësuar siç dua të tjerët kur i këshilloj diçka të hapur, që është tepër i hapur, dhe këtë gjë e vura re këtë vit në blerjet e mia të radhës. Pra, i kisha mbase jo të gjitha tonalitetet, por shumicat, primaret në garderobën time, ishin ato që unë kisha mësuar vjet në maj. Ndërkohë që më herët nuk ishe veshur të errta. Ma unë jam stilist, ose ma unë jam shkryues, për vetë asaj. Me këtë konceptisho, unë jam stilist, unë vesh nga mëngjesit deri në darkë të çfarë të dua. Niko ka shumë të drejtë, sepse dhe faktikisht ne titujt, nëse mund t'i themi, pra një konsulent imazhi, një stylist, një image maker, janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Dhe stilisti është kreativ, që do të thotë i përshtatet pjesës personalitetit nuk diskutohet, por edhe të pjesës së skenës, street stylit, si ka dëshirë të performoj personazhin në fjalë. Por akoma dhe një stilist në këtë gjë, po të them prandaj, akoma dhe unë që i thoya vetë jam stilist, unë vesh edhe këtë ta vë në kokë që në mëngjes, dhe them, ok, jam stilist. Duhet jem brenda gjës time, që nëse unë gjaj bukur me atë në kokë, në këtë ngjyrë, nëse unë vendos një ngjyrë tjetër, të ngjë edhe më bukur. Pra, këtë vit isha shumë i kujdesshëm me tonalitetet, me përzgjedhjet e mia personale. Në përgjithësi edhe në punën tënde, ne vëmë re që të gjithë personazhet e njohur që shkojnë tek Niko janë ata që kanë vendosur së pari që të bëjnë një ndryshim, që duan të bien në sy, ndoshta duan të godasin atë moment në atë daljen e tyre publike. Unë jam si Klori që fshin njollat. Njollat e të kaluar. Dhe ti më duket sikur e merr totalisht përsipër edhe atë përgjegjësinë e të krijuarit një imazh të ri të atij personazhi. Pjesa e përgjegjësisë dua të ndërhyj pak se këtu ngatron dhe individi, e kupton fjalën erdha unë dhe tani ti Niko më ndryshon. Prit, ka një lloj bashkëpunimi, ka një lloj, në thojza si mund të themi një lloj shfrenimi që ti të bashkohesh me stilistin në të njëjtën rrymë, në të njëjtën fuqi, sepse pastaj sado punë artistike të bëj Niko, në momentin që ti nuk e ke përqafuar dhe pranuar. Nuk e bën dyshim këtë. Nuk e bën dyshim. Ka edhe një fazë parapërgatitore gjë. Patjetër, ndërkohë konsulenti i imazhit është ai që ty të merr përditshmërinë tënde, të sistemon rutinën tënde, garderobën tënde, që ti të jesh komfort me veten, edhe aq më tepër një performancë shumë të mirë vetes tënde në përditshmërinë tënde. Ne në pjesën tjetër do ndalemi te armokromia për ta shpjeguar konkretisht, se përmendëm si term, po mund të ketë plot dëgjues dhe teleshikues që nuk janë familiarizuar. Po do t'i kthejmë pak Nikos në këtë moment tek personazhet edhe tek puna e të bërit me skenën. Se tani kur del në skenë, duhet ta zotrosh. Edhe duhet kesh shumë vetbesim. Mendoj paktën kështu e përjetoj dhe unë në këtë punën time të përditshme në një studio të vogël, jo më në skena të mëdha. Patmirësisht, të gjithë artistët që vinë tek mua, pra që kërkojnë të jem unë stilist i tyre, mendoj që është dhe imazhi që kam dhënë gjithë vite në televizion, në punën time, që unë kam vetbesim ndonjëherë të tepërt, por ky është Niko. Mendoj që unë nuk do shkoja të punoja me një njerëz që nuk ka vetbesim, do shkoja tek një njerëz që ka shumë vetbesim, pra unë kam vetbesim dhe do më japi edhe më shumë. Pra, te kjo pjesë jam me fat. Ama veshja e mirë, sa e rrit këtë vetbesimin? Sa e shumëzon vetbesimin që mund të ketë një person? Edhe e kundërta mund të jetë? Nuk e di, mua më ka rastisur që gjithmonë kam patur dhe raste, siç po thoshte, që veshja të vesh. Domethënë, mirë është ti ta veshësh. Dhe më ka rastisur, nuk mund të them që kam qenë gjithmonë perfekt, se i bie të gënjej. Por shumicat e rasteve më ka rastisur që vetë artisti e ka vetbesimin, çdo mund t'i hedhë një copë me Ronelën për shembull, që Ronelën të gjithë më thonë e ke punën e vështirë, zero. Unë kam punën më të lehtë nga të gjithë me Ronelën, sepse unë e di çfarë duhet të kem kujdes, e di çfarë ajo pëlqen dhe gjithmonë luaj mbi ato tonalitete, mbi atë rrugë që kemi përzgjedhur. Pra, për të isë Ronela është guximshme, ka vetbesim, por
Kam patur raste, po që më ka ndodhur edhe mua, që nuk ma ka përcjell artisti, gjën që unë kam dashur ti vesh, sepse ka ngecur. Jo Ronela. Jo Ronela, nuk është fjalë për por të. që mund të ndodhë. Pra, veshja ose të zhyt po themi ose të ngren, mbase këtë fjalë pak të mund të jesh shumë bukur vesh, po në momentin që nuk e shet ti mirë veshin dhe nuk trin ty, sado e bukur ti jetë veshja, ti nuk dukesh bukur. Në përgjithësi kujdesi për veten, si reflekton pastaj në atë që është së brendshmi, pra gjendjen tënde? Unë e du shumë gjone bukur, edhe mu më reflekton shumë mirë. Unë jam një vajzë që kedo që shoh të veshun bukur, unë e komplimentoj sa bukur je vesh, ku do që t'jem. Në punë, në kafe, në qytetin ku jetoj në Shkodër, kur ulltoj, ku do. Si edhe me njërë spanjohur? Po edhe me spanjore, e bëj gjithmonë. Edhe jam shumë e lumëtën që nana jemi ma ka trashëgu këtë virtyt që unë t'ja them dikuj kur veshet bukur. Dhe realisht unë e shijoj dike që veshet bukur. Ashtu si që shijoj edhe rutinën të jamet përdishme kur unë veshem. Unë nuk qohem me halë që apo veshi sot edhe dukem bukur me zori. Unë e shijoj, kam qef që të bëj kombinimet e robave ashtu si unë i konceptoj, shijoj kur njerëzit postojnë një foto të bukur edhe janë vesh bukur, shijoj një bisedë këndshme kur flitet për të bukurën dhe për veshjen. Po për te veshjes besoj se je e vëmendshme edhe për pjesën e skincare, pra kujdesim për lëkurën, kujdesim për flokët, është një gjë që ti e ke, le të themi, parësore për trajtimin e vetes tënde, jo thjesht për pamjen e jashtme flas. Pra i dedikon kohë vetes? Nuk mund të them shumë, por nuk mund të them asë nuk i dedikoj kohë. Mundohem gjej mesin e ardhë, nuk jam asaj personi i frik që kujdesem ekstremisht për lëkurën, flokët edhe vetëm, po nuk është se edhe nuk i kushtoj rëndësi. E pëlqej si fush shumë, ndoshta nuk kam kohën e duhur që të merrem edhe më shumë, se tashmë jam edhe më me një vajzë 6 mujore. Kam edhe shumë punë të ndryshme, kam një biznes, punoj në administrat, kam edhe punë të tjera dhe nuk e kam të pamujtën që ti kem atë poshtë ndu. Ti ja del. Jam virgjëresh. Jam virgjëresh dhe jam virgjëresh. Hajde, Niko,